Zoti për të treguar se deri në çkall këmbgulnin qafirët e Mekës në mosbesimin e profecisë së Muhamedit, urdhëron e thot: "Walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin." Sikur të zbrisnim ty o i dashurim një libër të shkruar në letër, siç e kërkojnë qafirët dhe ata ta preknin atë me duart e veta, qafirët do të thoshin kjo s'është gjë tjetër veç se një magji e dukshme. Shpjegime. Ebu Sudi dhe Hazini thonë se zbritjen e këtij ajeti e kanë shkaktuar i quajturi Nadhr ibn Harith me shok, të cilët i thanë pejgamberit: "O Muhammed, në qoftë se ti na zbret neve një libër prej qielli dhe bashkë me të edhe 4 melek që të dëshmojnë se ai libër është i dërguar nga ana e Zotit dhe se ti je pejgamber, atëherë do të besojmë ty, ndryshe nuk të besojmë." Për këtë kërkesë të tyre, ka zbritur ajeti që do thot qafirët aq shumë ngulmonin në mohimin e së vërtetës, sa edhe sikur të zbrisnim ty një libër të shkruar në letër dhe ata ta preknin atë me duart e veta, përsëri ata nuk do të besojnë, por do të thonë kjo s'është gjë tjetër veç se një magji sheshit. Wa qalu laula unzila alayka malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Ata përsëri than edhe se tek ai të zbriste një melek, por sikur ne ta zbrisnim melekun në atë mënyrë siç e kërkojnë ata, do të mbaronte puna, pastaj atyre nuk do t'u jepej as afat dhe sikur ta kishim dërguar atë pejgamberin melek, do e mos që ato do ta bënim me fytyrë njeriu dhe përsëri do t'u bënim atyre të dyshimt atë gjë në të cilën ata dyshojnë. Shpjegime. Për dy ajetet e mësipërme, Fahri Raziu dhe Bejzaviu kanë thënë, i pari ka ardhur për të treguar se qafirët e Mekës kanë kërkuar prej pejgamberit që ai t'i zbres një melek i cili të dëshmonte për profecinë e tij. Atë kërkesë qafirët nuk e kanë bërë për gjë tjetër veç se për t'u tallur me pejgamberin, mirëpo vendimi i Allahut është që kur një pejgamber e vërteton profecinë me ndonjë mrekulli dhe ata nuk besojnë e kërkojnë prej tij një mrekulli tjetër me qëllim tallje, në atë çast Zoti e zhduk atë popull. Prandaj fraza e dytë thot: "Nëse atë do ta kishim zbritur melek në atë mënyrë siç e kërkojnë ata dhe të mos e besojnë, do të mbaronte puna." Do me thënë do të vihej në veprim vendimi i Zotit si mbi popujt e kaluar. Pastaj atyre nuk do t'u jepej as afat dhe ata pa vonesë do të zhdukeshin. Ajeti 2 tregon se qafirët kanë thënë: "Pejgamberi të jetë melek e jo njeri si ne." Zoti u është përgjigjur thënies së tyre, edhe sikur ta kishim dërguar pejgamberin melek, do e mos që atë do ta bënim me fytyrë njeriu, sepse njerëzit nuk mund ta shohin melekun me fytyrën e tij origjinale dhe përsëri do t'ua bënim të dyshimt atë gjë në të cilën ata dyshojnë. Pra kur ata të shihnin melekun si njeri, do të thoshin: "Heu, edhe ky që ka njeri si ne, nuk i besojmë." Pra ajetet lën të kuptosh se Zoti në atë çast nuk ka dashur t'i zhdukte qafirët e Mekës, prandaj nuk ua ka zbritur melekun që kanë kërkuar, sepse ai ose do ta zbriste atë me fytyrën e vet origjinale dhe atëherë ata s'mund ta shihnin, ose do ta zbriste me fytyrën e njeriut, por atëherë ata nuk do ta njihnin e nuk do ta besonin. Zoti për të ngushëlluar pejgamberin për talljet që i bënin atij qafirët e Mekës, urdhëron e thotë: "ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون." Betohem në veten time si Zot, se janë tallur shumë pejgamber përpara teje, por në atë çast shumë prej qafirëve që talleshin i ka rrethuar ndëshkimi i talljes. Prandaj duhet të durosh e të ngushëllohesh, sepse të tilla tallje u kanë ndodhur edhe vëllezërve të tu më parë dhe ata bën durim derisa mbi qafirët zbriti ndëshkimi dhe i zhduku. Ky ajet përfshin përveç ngushëllimit edhe një friksim për qafirët që talleshin me gjërat e shenjta të fesë islame. Zoti për t'i friksuar qafirët drejt për drejt urdhëron e thotë: "Qul siru fil ardi thumma nduru kayfa kana aqibatul mukedhibin." O pejgamberi nderuar, thuaju atyre që duan të tallen, shëtisni në përfaqen e dheut, pastaj shihni se si e patën përfundimin për gënjeshtruesit. Kuptimi: I dashuri im, thuaju qafirëve, mos u krenoni dhe mos u gaboni që keni pasuri, fëmijë, fuqi në këtë jetë. Shëtisni një herë në përfaqen e dheut dhe shihni si e pësuan ata që patën për gënjeshtruar pejgamberët e mëparshëm. Shikoni se si u erdhi fundi faraonëve të Egjiptit, kombit të Lutit e të tjerëve. Këta popull ishin shumë më të pasur e shumë më të fuqishëm se ju. Pra nëse do të vazhdoni në atë rrugë që keni zënë, do e mos që do ta pësoni.
Fahri Raziu thotë se udhëtimi në përvise të ndryshme për tregti e për punë të tjera është veprim i lejuar, mubah, por udhëtari si gjatë udhëtimit ashtu edhe në kohë të tjera ka detyrë të vëzhgojnë argumentet që tregojnë qenien e Allahut dhe fuqinë e tij. Këtë detyrë e tregon fjala thumme. Pastaj kjo fjalë shprur në këtë ajet për dalluar të lejuarën nga detyra. Pra për çdo njeri, udhëtimi është i lejuar, por vështrimi me kujdes është detyrë e shenjtë. Zoti pasi tregoi dyshimet e atyre që kundërshtuan profecinë e pejgamberit dhe pasi friksoi ata për të vërtetuar qenien e krijuesit edhe të ahiretit, urdhëron e thotë: "Qul liman ma fi s-samawati wal ard, qulillah, kataba ala nafsihi ar-rahma, la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah, la rayba fihi, alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Thuaju o i dashurim atyre që kanë dalë jashtë udhës së drejtë, të kujt janë gjithçka që gjendet në qiej e në tokë. Thuaju përsëri atyre, janë të Zotit. Ai me mirësinë e vet ka shkruar mëshirën mbi veten e vet për robët e vet. Betohem se ai patjetër do t'ju mbledh juve në ditën e Kiametit, ardhja e së cilës është e padyshimt. Ata që e kanë dëmtuar veten nuk besojnë as në Zotin e vërtetë as në ditën e Kiametit. Shpjegime. Thuaju o i dashurim qafirëve prone kujt është ç'gjendet në qiej e në tokë. Pra u thuaj atyre që nuk besojnë o i dashurim, kush është zotëruesi gjithçkaje që gjendet në qiej e në tokë? Kush i ka krijuar e kush i ka qitur ato në dritë? Kush i bën të qëndrojnë dhe kush i zhduk ato? Pasi të mbyllësh gojen atyre me këtë pyetje, përsëri u thuaj, janë të Zotit, zotëruesi dhe krijuesi atyre është Zoti, me madhërinë e vet, prandaj edhe përdorimi i tyre është i Zotit. Zoti me mirësinë e vet ka shkruar mëshirën mbi veten e vet për robët e tij. Pra Zoti u ka premtuar robëve të vet mëshirë në përgjithësi, prandaj ai nuk nxiton t'i ndëshkojë kryengritësit, por i lë ata që të bëjnë teube dhe ai e pranon teuben e tyre. Betohem se ai patjetër do t'ju mbledh juve në ditën e Kiametit, ardhja e së cilës është e padyshimt, pra betohem në veten time si Zot që do e mos që Zoti do t'ju mbledh juve në ditën e Kiametit, e cila padyshim që do të ndodhë dhe do t'ju jap ndëshkimin për punët e këqija që keni bërë. Ata që e kanë dëmtuar veten nuk besojnë as në Zotin e vërtetë as në ditën e Kiametit. Fahri Raziu thotë se ky ajet është shprur për të vërtetuar qenien e Zotit, ditën e Kiametit dhe profetësinë. Rrethanat e botës qiellore dhe toksore tregojnë se këto trupa janë të pajisur me disa cilësi që mund t'i kishin ndryshe, ose e thënë tjetërsoj, ata mund kishin të kundërtën e cilësive që kanë. Pra qenia e çdo trupi me ato cilësi që ka, do e mos që është kështu, sepse kështu e ka krijuar një krijues i ditur, fuqi i plotë dhe që vepron me dëshirën e vet. Kjo tregon se gjithë bota dhe çka brenda saj është pronë e Zotit. Tani që kjo u vërtetua, vetvetiu del qartë se Zoti është i fuqishëm edhe t'i ringjall e t'i mbledh njerëzit për t'i dhënë secilit shpërblimin ose ndëshkimin e merituar. Gjithashtu vërtetohet se Zoti është sunduesi që ka në dorë urdhrin dhe ndalimin mbi robët e vet. Atëherë duhet një kumtues i urdhrave dhe i ndalimeve të këtij sunduesi, dhe kjo tregon se dërgimi një pejgamberi nga ana e Zotit nuk është diçka që s'mund të jetë. Ajeti në fjalë është i mjaftueshëm për të vërtetuar tre çështjet e përmendura.